Miratimi dhe zbatimi i legjislacionit të nevojshëm për dekarbonizimin e sektorit të energjisë nga Shqipëria është përmbushur në masën 66%. Raporti i fundit i Komunitetit të Energjisë jep të dhëna mbi ecurinë e disa treguesve sipas angazhimeve të ndërmarra nga vendi ynë. Kështu sa i takon planit kombëtar për energjinë dhe klimën, angazhimi është përmbushur në masën 62%, pasi dokumenti u miratua në dhjetor 2021, ndërkohë që puna për përditësimin e planit vazhdoi në vitin 2024, por nuk është finalizuar. Shqipëria duhet të përfundojë pa vonesë procesin e përditësimit, vlerëson raporti. Sa i takon targeteve të vendosur për reduktimin e gazeve serë, përmbushja rezulton në masën 80%. Sipas raportit, Shqipëria nuk ka përcaktuar një objektiv klimatik për vitin 2030 në legjislacionin kombëtar, por ai është përfshirë në strategjinë kombëtare. Ndaj vendi duhet të marrë në konsiderat ndryshimin e ligjit për ndryshimet klimatike për ta parafruar me objektivin e vitit 2030 të vendosur nga Komuniteti i Energjisë. Ndërkaq, në drejtim të sistemeve kombëtare të raportimit klimatik, përmbushja raportohet në masën 92%, pasi ekziston një bazë ligjore për një sistem kombëtar të inventarit të gazeve serë. Megjithatë, Shqipëria duhet të zbatojë më tej një sistem kombëtar për vlerësimin e emetimeve të gazeve serë, që përfshin mbledhjen e të dhënave të emetimeve për të gjitha kategoritë e panelit ndërqeveritar për ndryshimet klimatike, vendosjen dhe zbatimin e masave të kontrollit të cilësisë, si dhe vlerësimet e pasigurisë në nivel kombëtar. Ndërkaq, për politikat dhe masat kombëtare për gazet me efekt serë, përmbushja raportohet në masën 71%. Më dobët, vendi ynë paraqitet në drejtim të strategjisë afatgjat dhe neutralitetit klimatik, që vlerësohet i përmbushur në masën 25%. Është miratuar baza ligjore për një strategji afatgjat, megjithatë Shqipëria nuk ka miratuar ende një strategji afatgjat me objektivin e neutralitetit klimatik për vitin 2050. Mbetet e paqartë nëse dhe si do arrihet një objektiv i tillë, thuhet në raportin e Komunitetit të Energjisë.